Përshëndetje të dashur miq, e mirë se vini. Atëherë sot kisha dëshirë të flasim për një temë super të rëndësishme ose themelore për shqiptarët. Është puna për malsinë edhe malsorët. Atëherë malsorët normal që janë baza e popullsisë të shqiptarëve, të shqiptarisë, po edhe ma gjanë. Edhe nëse doni të shihni një botim super të mirë, super interesant, është një libër quajtur The Highlanders, i botuar prej Universitetit Kalifornisë, UCLA, edhe aty shpjegohet e profesor shumë mirë, të më thonë, çështja e malsorëve shqiptar e si këta kanë rujt e trashëgu genin, gjuhën, traditat, kulturën, etj. Puna është se në fakt tanë shqiptarët e kanë origjinën prej malsisë, sepse tu i kanë sulmum vazhdimisht me qindra e mija vite. Shqiptarët kanë gjithmonë pas opsionin për me u tërhek në malet, edhe kështu në periudhat më të rrezikshme ku sulmimet e zhdukja e genit, domethënë, ishte realisht konkrete, shqiptarët normal kanë pas këtë gjuarësi me përdor gjeografinë e natyrën për me rujt si një laborator, në fakt, rrajt e tyne, zanafillën e tyne. Është aq e vërtet kjo, edhe pse ndoshta do njerëzit nuk e kanë fare parasysh, e do ta shpjegoj pse. Është aq e vërtet sa shqiptarët gjithkohë ku kanë shku nëpër botë, kanë gjetë male, e pikërisht këto male në çdo vend ju kanë vënu emrin e maleve me fjalën shqip mal. E pra ka tmerrisht emra gjithku në botë, s'po i thona këtu tanë se normal janë shumë, po ka shumë sharmull ku domethënë është rujt prap emni, në emnin e shtetit ose qytetit etj. Është rujt fjala mal, pra fjala shqipe. Atëherë, është një pikë super e rëndësishme, pavarësisht se opinionet e secilit janë siç janë. Normal si shumë shqiptar nuk e kanë fare parasysh këtë origjinën e tyne, domethënë kanë zhduk krejt ose vënë anë një amnezi totale për origjinën e tyne malsore, sepse normal janë pritë në fusha, në kodra, në qytete etj. E domethënë bajnë një lloj harrese, po thona me origjinën e tyne, edhe për fatkeq kjo punë shkon deri te një farë dhunje që ju bëhet malsorëve e malsisë në pikpamjen e paragjykimit, si majnë prap do njerëzi kur ti shfaq domethënë origjinën tënde, qoftë në gjuhën, në dialektin malsor, qoftë në inteligjencën tënde, nëse domethënë origjina jote si malsor, mbrana shqiptarisë ka një diskriminim domethënë super të fortë e super të rrethë për këtë. E pra shqiptarët kanë nevojë me u rikujtu sa malsor janë në fakt, pavarësisht se
shumica dhe më thanë sot jetojnë normale në qytete, në fusha, në Bregdet, e tjera, por kjo s'ka lidhje, dhe më thanë ti mundesh me jetu ku dush dhe gjithkund në botë, po ama qa man geni jëtë nuk mundesh me mohu, se geni është një inteligjencë vetë. Pra, nduket se është të merresh të rëndësishme me nënvizu sa ky paragjykim na lën neve si shqiptar me u shpall e me kanë ashtu si qena autentik e pa paragjykime ndaj vetë si herë në vend parë, e normal tjerëve pastaj, sepse gjuha shqipe është gjuha gege. Nuk ka gjuhë shqipe pa gjuhën gege. Ajo as nuk diskutohet. Nuk është puna se versioni tosk nuk është i vlerësueshëm ose nuk ka venin e tij, s'ka lidhje fare se është e njëjta rrallë gjithsesi. Po ç'a du me thënë është se nëse ti ke harru gjuhën gege, normal përdor veç gjuhën letrare, po si merr fare veç dialektet, si ke me gjetë ti zanafillën e popullsisë tane, e genit tanë rreth tanë botës, kur në vetën trojet tuja nuk e pranon, dhe më thane ke përjashtu. Se kjo është realiteti, gegnishtja është përjashtu nga kultura shqiptare, sot e dina dhe më thane uniformizimin e gjuhës, e tjera, se s'po futen në detaje shumë thellë, po ideja është se çdo shqipfolës, çdo njerëz që e don shqipen ka këtë kapacitet me u rikujtu e me gjetë, me ba një kirurgji të mrenshme, edhe me gjetë ato fjalë themelore, që normal përdoren në gjuhën tonë përditshme, po përdoren edhe në të na gjuhë tjera indo-evropiane, edhe ma evropiane edhe ma larg. Po rrim veç për familjen indo-evropiane për momentin. Pra, malsort edhe malsia, gjuha gege është kryeqendra, është çelësi për me kuptu edhe shqiptar, po edhe tanë bota, dhe më thanë kalimin nërmes normal lashtësisë e modernitetit. Pra ura që i lidh të dyja, normal është gjuha shqipe, po gjuha gege në vend parë. Edhe më duket merrisht një skandaloze, dhe më thanë, sa shumë njerëz paragjykojnë dialektin geg, kurse ljofin fare, edhe është një hupje shumë e madhe, është të merrisht të dhimbshme, në qovë se na si shqiptar nuk e adhurojmë gegnishten ashtu si është kryeqendër e burim, atër na ban ftë mirë, se kur s'ka me na njoft as bota, as kurkush, të harru e mohu vetë na gjysën e vetës, gjysën e ma tepër dhe herë, se është vetë burimi. Nëse, gjuha dhe më thanë është rujt kesh mirë në laboratore, sepse malsort e kanë rujt kesh mirë. Ta kena parasysh se në qytetet, kryeqytetet, normal, gjithmonë zhvilloset një lloj evolucioni, qoftë gjuhësor, qoftë shoqëror, e tjera. E pra, njeri modern që jeton në një kryeqytet ose një kryeqendër
ka një kompleks, në fakt, ka një kompleks të madh mrena, e ai kujton se është në maje të evolucionit, është në kulm, domethënë, të arritjes, kur në fakt s'ka kënë kur më larg se në kulmin e arritjes, tuj pa me një këndvështrim t'ult, ose të keq, ose të ku diun, vetë origjinën e ti e origjinën e ta një race, po thona në thojza. Pra, du edhe me lidh këtë punë me faktin se na tash po fillojmë me marrë vesh se po dalin dhe dhanat e njerëzit po çojnë për gjumit, shqiptari po bëhet i vetëdijshëm. Normal si lufta e Trojës ka ndodhur këto, në trojet tona, se s'ka asnjë vend tjetër ku prap përdoret fjala troj, trull, si e përdorim na, jo ligjërisht, jo në ditën e përditshme. Këtë du ta marrim parasysh sa kryesore, sa e rëndësishme është, i herë se normal na vjedhet një nyç kryesor të historisë normal dhe botërore, po thonë ata asaj kohe, evropiane sigurisht, shqiptare 100%. Sepse nëse na nuk e kena parasysh se domethënë Troja ishte shumë e gjanë prej një veri të Ilirikut deri normal në Vlorën e sotshme, Gjirokastër e tjera. Puna është jugu i shqiptarisë asaj kohe ishte Sparta së parët. Çfarë do me thonë? E pra, kjo neshje, kjo përleshje fort, po thona, nërmes shqiptarëve të veriut e shqiptarëve të jugut, si edhe herë janë një, është një hap super i rëndësishëm në historinë tonë të mbrëmshme, normal edhe ndërkombëtare, sepse na bën me kuptu se urrejtja mrena vetes ndaj genit tanë, në fakt, identitetit tanë, e tjera, është diçka si shkon shumë larg, e shumë thellë, e pra është e domosdoshme si na ta arrisim ta kuptojmë këtë pjesë i çik e mshefun, i çik na ka bën një amnezi traumatike rreth saj, se edhe herë ka pas ndërhyrje e manipullime në histori, normal na tu kanë sulmum e tjera, edhe kemi harru, domethënë, këto pjesë e këto periudha shumë të rëndësishme. Po, për shembull, kjo vazhdon sot, në fakt, domethënë, edhe herë nërmes fshatarit e qytetarit, ose malsorit e qytetarit, një krahasim krejt pa lidhje, se s'unesh me krahasu kur një njeri si është rritën mal, me një njeri si rritën kodra, po s'ka gjë. Po prap edhe mrena shqiptarisë, edhe herë mrena malsorve, mrena malsisë, në periudhat më të errta, më të vështira për genin ton, është shpall edhe herë janë shpall konflikte vazhdimisht mrena shqiptarëve. Për shembull, unë jam prej Shalës në Shkodër, ndoshta e dini, ndoshta se dini, po Shala e Shoshi, që janë dy rajone të ngjituna, okay, janë krejt, domethënë kojshin njëra me tjetrën. Këto dy fise kanë për një kohë gjatë, jashtëzakonisht kanë në luftë njëri me tjetrën, kanë të merrisht të gërsuar njëri me tjetrën, kur sot për shembull normal, pa qësu gjanat me kohen, po unë për shembull nanën e kom prej Shoshit, babin e kom prej Shalë, se jam linë në Shalë. Pra, në qoftë se një njeri nuk i lidh të dyja, nuk i pranon të dyja, po thona
polaritetet, kompleksitetet, ndryshmëritë, është diçka si do të shpallet si dhunje, sepse ti nuk pranon një pjesë të vetës në fakt. Je dhe me ka i qit jashtë, po jashtëja është vesh një vlau ose një motër tjetër, sigurisht në të natyrojët shqiptare, po edhe ma gjanë, dhe më thonë, se vetë historia e këta në Evropës rrjedh prej nesh, pra du ta kemi parasysh këtë. E sa dhe më thonë, kena arritën këtë, nështan këtë, jemi qu prej gjumit, kena arritën një zgjedhje ose një harmoni, edhe pse edhe herë me kanë super faqësore në disa aspekte, po du të me u fut shumë thellë për me kuptu, edhe herë, lufta Trojës e tjera, për me kuptu se kur për shembull dy vëllezër atakojnë një tjetrin, urrejnë një tjetrin, se janë rritën konkurrencë, janë rritën krahasim me një tjetrin, në vend si me pranu veçantitë e tyne, në vend si me ja u tregu prini se hapësina i pranon të dyja, dhe më thanë të dyja specificitetet, të dyja, dhe më thanë çdo lloj si me thonë, çdo lloj shprehje po thona, nëse nuk i bën dëm atij tjetrit, normal. Po du me lidh tonë këtë çështje e urrejtjes të mëshme, të ignorancës, të projekcionit, dhe më thonë, të keqes jashtë vetës, në vend si me kuptu, dhe më thonë se na jena një univers vetë, tu i marrë përsipër ato të këshijat tona, dhe më thonë hijen tonë, na atër mund të përballemi pa asnjë lloj vështirësie me të këshijat ose hijen e çdo kujt, se e njohim, dhe më thonë, atë anën e msheft, atë anën e padukshme, që bëhet një mekanik, që krijon një mekanikë në vetë. Edhe du me shku shumë thellë me këtë çështje për me ju tregu, dhe më thonë, se sot e dina për shembull se rrjedhja e feve moderne, monoteiste, kristianizmi, judaizmi, islami, vinë, dhe më thonë, burimi i tyne vjen prej miteve të Babilonit, okay? Këto mite vinë prej pellazgohilirëve. E pra, është, adin, çdo gjë shkon rreth e rrotull e sjellet e kthehet prap. Domethënë, është një fenomen në kohët e lashta, po thona, është përdor një mënyrë të qifut, po jo veç të ata, po ka met, po thona, si e njoftën nga ata, edhe në fenë, për fatkeq, e kjo vazhdon e trashëgohet në mes feve, jo pse fet janë këshia, se fet janë mrekullueshme, çdo gjë është një mrekulli e mund të përdoret si një gur për me të çu më lart në ndërgjegjen, konsciencë e me arriti një vertikalitet shpirtëror. Po puna është se në kohët antike, në mitet e lashta, si janë trashëguar tjera, ishte një fenomen ku komuniteti, shoqënia, marrë po thona një dash ose një dhi ose ku dion, një kafsh e tjera, e marrë edhe prifte dhe me kja asaj kohë, dhe më thanë, nuk jena në kohën e priftreshave, si është shumë ma e lashtë se koha e priftve, si është shumë ma moderne, po thona. Pra prifte e ngarkuke atë kafsh, po thona, me të këshijat e komunitetit, me të këshijat e shoqënisë, e pastaj
kjo kafsh hupke dikun në shkretin e tjera dhe mek për me marrë tanët këshijat e shoqënisë. Ky duket se është një mit kështu nështë edhe pak i lezetshëm, nështë edhe pak pa rëndësi, por në fakt është super qendror e kryesor. Është super kritike sepse kjo është një fenomen si vazhdon sot, po problemi është se nuk bëhet me kafsht, po bëhet me njerëzit. E dhe më thanë kena arrit në kulmin e kësaj maskaradit, ku në fakt shoqëria zgjedh një del me zez, ajo është krejt e bardhë, po shoqëria ka vendos me thirr del me zez, dhe më thanë një njeri pa fajshëm, si normal puna është me përpunu trunin, po thona e gjendjen e konshiencen, për me ban atë njerit fajshëm, kur s'ka ken kur i fajshëm, edhe për me, dhe më thanë, me rujt harmonin e shoqërisë, e komunitetit, dhe më thanë, merret ky njeri edhe sakrifikohet, dhe më thanë, ai do t'jetë objekti i dhunjës të shoqërisë, sepse shoqëria nuk don mu përballu me hijen e vështirësitë e saj, e pra i projekton, i qet jashtë vetit, të i kujtu se kështu do të lahen problemet e kështu zbardhet puna. Ajo është, dhe me thanë, është super tragjike, sepse shumë njerëzi sot janë viktima pa dijen e tyne, dhe me thanë, e binin këtë kurth në momentet më të vështira në jetën e tyne, edhe ka krye ajo kohë, dhe me thanë, ka krye ajo kohë ku një viktim merret, masakrohet, edhe nuk bën za për harmonin e ekuilibrin e shoqërisë. Sot shoqër viktimat ngrenë zanin, e thonë unë jam i pafajshëm, unë s'kam bën dëm, e tjera, edhe një ashtu si Krishti në kohën e tij, dhe më thanë, nuk pavarësisht se u bën viktima e një shoqërie, dhe më thane, maroj si maroj, prap se prap, ai ishte në këtë rrugë për më thanë, dhe më thanë, dë vërtetën, si i takon, e mos me u bën del mja e zez të një komunitetit. Sot jena në ekstremin e kundër, dhe më thanë, ku kristianizmi është bën një mafje, e këtë normal Krishti nuk ka dashkur ta bajnë ose ta mshtesin, po moderniteti bën këtë punë. E pra ata në këto gjana për më thanë se në qoftë se na mrena nesh nuk e njofim atë persekutorin e menshëm, e viktimen e menshme, në qoftë se na nuk lam vend për dhe më thanë, dhunja vjen, se njerëzit kujtojnë se dhunja vjen prej diferencës të ati tjetrit, kur në fakt dhunja vjen prej ngjashmërisë me ati tjetrin. E fakti se ti nuk mundesh me pranu këtë ngjashmëri, e ta caron, dhe më thanë, dzirë prej gjendjes, prej konshiencës tane, edhe dën me zhduk atë objekt jashtëm si të trazon ty. Po ajo s'ka lidhje në fakt me një gjë të jashtme, ka lidhje me gjendjen e konshiencës tane, që nuk e ke në rregull, po thona, edhe ke nevojë për me lyp jashtë tejet, ose një persekutor, ose një viktim, ose dikon me pështu, këto tri role, po thona, janë, dhe më thanë, janë një mekanikë si s'merr fund kurrë, e shkakton shkatrime.
Pra, edhe herë, na shqiptarët, ndoshta edhe ma shumë na malsort, sepse na kanë zhduk shumë gjana prej pasurisë reale që kena majt gjallë. Du të kuptojmë se edhe herë pasuria reale normal është pasuria shpirtërore. Një ashtu si Aleksandri ka thënë, kur do vdes, mi hedhni tana pasurit, me aleni arkivolin hapun e të majnë arkivolin doktorat. E pse e ka pyet një kolonel, ka thënë sepse njeri s'mergjan kur ka me dek me vete, s'mergjan, dinat tanë. E dyta nuk me majt arkivolin doktorat, sepse para vdekjes as mjeku, askush nuk ka asnjë lloj fuqie, se jeta bën atë veten. Pra, kishte edhe një arsye tjetër, po nese, mundi me pa online, amanetet e lekës të madh. Edhe edhe herë, këta për shembull, këta arketipe ose këta njerëzi si na i kena majt në kujtesën tonë gjallë, pavarësisht se don me na i marr tana, hajde ti marrin, s'ka gjë, po na gjithsesi e rujmë domethënë zanafillin ton, normal me aq shumë lashtësi, dhe tu i kanë një popull aq i lasht, aq kompleks, aq i vjetër, askush prej nesh nuk mundet me dhanë tanë këtë pasuri që në fakt e kena të majtun e në genë. Dhe më thanë edhe me shkrujt libra, dite, natë, tjera, kur s'munesh, askush nuk munet, dhe bashkëpunime akademike tonë qa dush, kur nuk munena me këthyë, dhe më thanë atë pasuri shpirtërore si është trujt me mija vite, gjenerata mas gjeneratave, që sot po hupet i qik, po hupet sepse uniformizimi edhe i herë, mondializacioni, e tjera, edhe fakti se normal na i rritë, dhe më thanë, shqiptar të i lakmu, të i adhuru diçat jashtme, të i adhuru venet e tjera, popullsit e tjera, e tjera. E kjo është edhe herë skandaloze, sepse të vedit ja bajmë. Në qoftë se na nuk jemi të sakt, të drejt, nuk jena në harmoni, nuk jena në ekuilibër me vetveten, askush s'mundet me bën asnjë për ne. Pra është përgjegjësia jonë në vend parë. Atëherë parlon për kaq, se u bën video i qike gjatë, edhe do vazhdoj me një video tjetër. Ju puthej fort e ju du fort. Bye bye!